do të trajtoj pretendimet e prokurorisë se Hashim Thaçi ishte antari ndërmarrjes kriminale të përbashkët, pastaj do të trajtoj argumentet e prokurorisë lidhur me pozitën komanduese të pretenduar të zotit Thaçi, pastaj do të kaloj fjalën zonës Tabakoli, e cila do të trajtojë çështjen e qeverisë së përkohshme të Kosovës, që nuk ka qenë, pra nuk ka kontribut i rëndësishëm i ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Bashkëmbrojtësi ambasadori Prosper do të trajtojë pastaj sulmet e prokurorisë ndaj dëshmitarëve të mbrojtjes dhe pastaj do të trajtojë çështjet ligjore dhe prova dhe përfundimisht dënimin. Me lejoj të filloj të nderuar gjykatës duke thënë që Hashim Thaçi është i pafajshëm. Kjo është piknisja juaj kur të filloni mendimet për marrjen e vendimit. Ne e dimë që në këtë pikë ai ishte në procedurës ai ishte i pafajshëm, pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni apo jo, kam dëgjuar kryetarë të tribunaleve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë, konstatimi i pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është i pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara jush keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë që duhet i prezumoni të pafajshëm. Ky proces është sjellur këtu sepse zyra e prokurorit të specializuar ka ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë për te dyshimit të arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe përledhoj për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëjë verifikimi i zyrës së prokurisë së specializuar të pretendimeve të tyre dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë për këto pretendime. Ky gjykim nuk është një ekzaminim apo shqyrtim verifikimi i jetës së Hashim Thaçit. Kjo është verifikimi pretendimit të ZPS-s se Hashim Thaçi nuk duhet të gëzojë më tej prezumimin e pafajësisë. Kur të filloni mendimet tuaja, ju do të filloni nga qëndrimi se Hashim Thaçi është i pafajshëm dhe pastaj të vlerësoni nëse provat e paraqitura nga zyra e prokurorisë specializuar ju kanë bindur juve jashtë dyshimit të arsyeshëm se Hashim Thaçi është fajtor. Nëse ZPS-ja nuk ju ka bindur ju do të arrini në përfundimin që ka të paktën një shpjegim të arsyeshëm të provave të ndryshëm se Hashim Thaçi nuk është fajtor për akuzat që janë ngritur në atë akuzë, pastaj juve duhet të konstatoni se ZPS-ja ka dështuar, nuk ka arritur të provoj akuzat e saj dhe të arrini në një akt gjykim shfaqësues ku të akuzuarit lirohen nga akuzat. Hashim Thaçi do të mbetet i pafajshëm si çështje ligjore.